Rama merr zgjedhjet, jo, nuk është shumë. Është një sistem. Ky është një sistem. Është përdorim total i shtetit. Shteti dhe krimi. Shteti në të gjithë dimensionin e vet, pra një shtet elektoral, administrata nuk është më vetëm nën presion. Administrata janë individ të punësuar, militant, të lidhur me interesa shumë të forta, për shkak të një vendi pune apo pozicionesh, të cilët dhe kjo në një masë dormuese. Pra jo një nukël i saj që ushtron presion mbi pjesën tjetër. Një pjesë dormuese e administratës që funksionon si makinë elektorale për të mbajtur veten e vet në ato pozicione. Sigurisht ka shumë punonjës tjetër administratës publike të cilët pësojnë në heshtje këtë lloj dhune. Kjo del në raportin OSBE, del në raportin e Këshillit të Evropës dhe pra intimidimi i administratës publike del aty. Por nuk është vetëm kaq. Ne kemi një mekanizëm dhune dhe presioni që ka sjell frikën. Dhe kjo frikë nuk është më vetëm ke administrata publike, por është ke njerëzit, ke qytetarët e zakonshëm. Është dhe ata të cilët punojnë në sektorin privat dhe si OSBE-ja, ODIHR-i dhe Parlamenti, Asamblea Parlamentare e Këshillit të Evropës e theksojnë këtë fakt, pra presioni tek privati. Ajo që është jo vetëm një risi shumë negative, po është vërtet për të shqetësuar është që ndoshta në këto zgjedhje kemi vënë re që ata që punojnë në sektorin privat, për shkak të lidhjes interesave të pronarëve, apo nevojës që ata kanë që mos goditen nga shteti, ka arritur që vendi i punës privat jetë dhe më i pasigurt sot se sa një vend pune në administratë shtetërore. Pra frika dhe presioni po penetrojnë me shpejtësi të madhe në çdo qeverisë. Dhe duhet patjetër që të ndërhyhet në këtë aspekt. Unë ju them këtë, që ndryshe nga herët e tjera, në të gjitha demarshet që kemi patur në këtë periudhën pas zgjedhjeve, në denoncimin e farsës zgjedhore. Dhe fjala farsë nuk është diçka e gjetur për të thënë. Fjala farsë nuk kupton eksakt këtë. Nuk janë zgjedhje, është diçka që i ngjan atyre, po është bërë pikërisht për t'i zëvendësuar nga ana tjetër të duket sikur ka zgjedhje. Por të vazhdoj mekanizmi tipik i qeverisjes me këtë lloj veshje. Tani, në këtë denoncim, ne kemi vënë re një gatishmëri të faktorit ndërkombëtar, ta dëgjoj, por edhe nuk janë tashmë nuk çuditen për këtë gjë. Janë gjithmonë më të bindur që ajo po ndodh, madje referojnë dhe raste vetë ata. Tani jo më kot ne kemi dhe po themi reagime të cilat kanë shkuar dhe më thellë. Ju e pat që reagimi i Shtetet Bashkuara ishte jo vetëm i vonuar, por ishte tmerrsisht i ftohtë. Po, i tërhequr, patjetër. Patjetër u procedua nga hapa të tjerë, për shembull. Fakti që u kërkua që në Shqipëri të shkatërrohen kartelet e drogës. Dhe mos harrojmë që kjo ndodhi në një kohë që kartelet e drogës u denoncuan për gjatë gjithë fushatës nga Partia Demokratike, nga kryetari i Partisë Demokratike, zoti Berisha, si fenomeni i cili ose si faktori dhe aktori që në lojët përbashkët me qeverinë po shkatërronte zgjedhjet. Durrësi është një shembull. Karteli më i madh i kokainës, Zotroni i Port, u godit me vonesë 10 ditë pas zgjedhjeve, ndërkohë që kishin ardhur urdhët e arrestit me datiste 2, bëri të gjitha ato gjë që ishte kërkuar të bënte. Dhe unë kam thënë një shprehje, nëse Falcone thoshte ndiq paran për të gjetur mafian, sot mjafton të ndjekësh votat e kandidatëve socialistë, atyre që janë të suksesshëm, që fituan, që morën shumë vota, nga 20.000 vota e sipër, mjafton të ndjekësh ato për gjetur Ramën dhe mafian bashkë në tjetër tryez. Pra ne jemi në një situatë që ka shkuar përtej çdo lloj dimensioni menaxhimi, pranimi. Pra për të kuptuar, stabilokracia po prodhon efekte negative. Kërcet Kallashnikovi në Bruksel nga bandat e krimit organizuar shqiptar. Kjo është problem në të gjithë Evropën perëndimore, po bëhet problem në nivel ndërkombëtar, ankohen për krimin organizuar shqiptar dhe në Amerikën Latine. Pra jemi në një situatë ku kjo mund ndodhi vetëm kur qeveria garanton
hapësirë të sigurt për krimin organizuar. Si zgjidhet kjo? Si instrumentalizohet kjo ndërkombëtari?